Mbi 300 hektar me kultura të ndryshme bujqësore vijojnë të mbeten në ujë në fushën e Maliqit. Situata më problematike paraqitet në zonën torfike, ku sipas autoriteteve vendore, përmbytjet dhe djegjet natyrale kanë sjell ulje të nivelit të tokës në qindra hektar. E gjithë kjo situatë ka ardhur si pasojë e çarjes të dy argjenaturave të lumit Devoll edhe të lumit Dunavec, edhe që të mundsojmë parandalimin e këtyre dëmeve, duhet në radhë të parë të bëhet një investim në argjenaturat, në përforcimin e argjenaturave të dy këtyre lumeve, edhe pastaj patjetër duhen edhe investime kapitale në kullimin e fushës të Maliqit. Mes fermerëve të prekur janë dhe Arben Beqari dhe Bardhyl Beqiraj nga fshati Vreshtas, të cilët thonë se kanë humbur pothuajse të gjithë prodhimin bujqësor të mbjellë këtë sezon. 1 hektar me misë, ka ngelur misë, nuk im do ta marrim u prish, se mund ta vilmim deri në çik, të mimim deri në çik. Gruri mbaroi atë, gruri s'ka. Gruri 60% e gruirave këtu për shkak të përmbytjes. Po kem pasur dhe toka të tjera, ma mos e bëjmë dhe kështu që janë mbytur dhe ato ande jo. Ama kjo pjesë këtu dhe ande janë gjitha mbytur këto pjesë. Nuk majnë të provim, kanë qenë të mbjella grur, elb, pesher, dhe këto janë mbytur, nuk mund të merr me provim atje. Atje nuk hyet as për të mbjellën. U dihet kur edhe shon këtu ujat të tokë, atje ne nuk e dim atje. Nuk mund të matemi dot. Kështu që duhet pranuar një vërtet që u dëmtuam. U dëmtuam dhe pastaj shikojmë se çfarë mund na japi shteti ose qeveria themi. Përmbytjet në fushën e Maliqit nisën pas çarjes së dy argjenaturave të lumeve Devoll dhe Dunavec në dhjetor të vitit të kaluar, ku përmbytën mbi 4000 hektar tokë.